Miqtë mi të dashur, dal nga dal erdhëm edhe tek pjesa e fundit të prives të pasionat të kësaj jave, se çfarë ka ndodhur me artistët tanë dhe ato që ju nuk i dini i kuptoni në këtë rubrikë. Edona Lalloshi një kohë të gjatë është në përgatitje të një këngë për betejën e Kosharës, për dëshmorët e saj dhe herojnë e kësaj lufte. Heroj, mbajnë emrin kënga e re e Edonës, e cila është punuar nga Florent Boshnjaku, ndërsa lirika e saj është shkruar nga Arsim Bunjaku. Videoklipi i kësaj këngë është punuar nga IMF Kreativ dhe i gjithë realizimi ka kërkuar një angazhim dhe kohë të gjatë. Ky klip do ta ketë premierën e saj me Këngëtarja shqiptare e cila po fiton popularitet për te oqeanit, Bebe Rexha, së fundmi ka pushtuar median roz amerikane. E përfolur në superlativ, Bebe po përmendet si emri i ri më premtues i tregut global. Para pak dite, Bebe Rexha ka realizuar një fotosesion për analistin më të njohur të showbizit botror, Perez Hilton. I'm very real and honest and Mbrëm ka filluar edicioni i 53 i këngës në televizionin publik shqiptar. Këtë vit ky event ka qenë ndër më të diskutuarit edhe fal pjesëmarrësve të këtij edicioni. Kasti i konkurrentëve duket të jetë interesant pasi që në të merr pjesë Enver Petrovsi, fituesja e The Voice of Italy Elhaida Dani, si dhe rikthehet në skenë pas një pauze këngëtarja Linda Halimi. Sonte mbahet nata e dytë e këtij festivali, ndërsa nesër në ora 20:45 do të mund ta ndiqni finalen e madhe. Kampioni i festivalit përfaqëson Shqipërinë në garën europiane të muzikës Eurosong. Festivalin e këngës mund ta ndiqni edhe në Klan Kosova. Se nuk doj me ashtu zemroj. Këngëtari Labino Tahiri, i cili së fundmi ka qenë pjesë e medias për shkak të disa fotografive me personazhe të politikës, është duke punuar për projektin e tij të ri. Labi është duke finalizuar albumin e radhës që ka disa kohë që është duke punuar. Këngëtari Tahiri ka munguar skenës me videoklipe pasi që ka kohë që nuk ka publikuar një spot. Reperi shqiptar Gashi ka publikuar videoklipin e tij më të ri Offended. Ky projekt pason bashkëpunimin e tij të parë me artisten nga Kosova Adelina Ismaili. Karma e publikuar para pak jave i ndihmoi shumë reperit që të fitonte popularitet në atë dheun e tij. Dueti i publikuar në YouTube në nëntor të këtij viti akoma nuk e ka kaluar shifrën e 1 milionshi. Lanes bringing up my past, but I'm past that. Thugs, weirdos at my shows. Të dashur shikues të prives, të dashur miq, edhe ju që nuk na doni, faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Jeni ju ata që na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. Do të vazhdojmë të shihemi sërish bashk, por në vitin 2015. E deri në takimin ton të radhës, ju uroj çdo të mirë. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.